Allahu te barekuhu teala ti ka dhënë syt. Ta ka dhënë veshin, këtë që ke Allahu ti ka dhënë. Tash Allahu xhalla wala me dijen e tij, urtësinë e tij, po do më sprovu. A e dim pse? Ne nuk e dim. Po do më sprovu në sy. Edhe ja merr sy dikujt, Allahu na ruaj nga kjo sprovë. Ja merr syt Allahu azza. Edhe mos me dhun kur gjë në këmbim, a i bën zullum? Jo. Pse si bën zullum? Pse s'o padrejti? Kur jo si jam këmbim? Ja merr syt, s'ka në këmbim kur gjë. Veç duhet me bë sabër, nga se nëse s'bën sabër dënon. Çështot, me kon çikaç. A do të ishte drejtësi? Po. Nga se kush t'i ka dhënë syt? Allahu xhalla wal. Allahu t'i ka dhënë. Ato e në ti. Ai ka krijuar. Ai po don me t'jap në përdorim kaq vite. Kaq. E përmendë tash shtojcën e kësaj, kur Allahu azza xal në këmbim me syt që ai t'i ka dhënë, po t'i merr për me të dhënë xhenetin. Ndërsa ty po të runë nga sprovat e dunjos. Për shembull të në vëllezër, shumica e sprovave në dunjo, në kuptim të epshit, shfrenimit, vijnë për shkak të shikimit. Apo? E shumë të tjera vijnë ka dëgjime. Don këto dy porta janë portat kryesore që e godasin zemrën me smundje epsharake dhe e lërën nga besimi. Këto janë dy smundje kryesore. Dëgjimi dhe shikimi.